Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi e ka quajtur ndërmarrje të përbashkët kriminale PDK-LDK dhe listën serbe, nga se konsideron se vota e deputetëve të listës serbe pro demarkacionit mund të jetë një bashkëveprim me dy partnerët të tjerë PDK-LDK për ta bërë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ai thotë se këto veprime nuk janë të rastësishme, por të koordinuara kundër sovranitetit të vendit. Janë bashkëveprim, sepse është ndërmarrje përbashkët. Në këtë rast ndërmarrje përbashkët kriminale e tre partnerëve të koalicionit qeverisës, të PDK-LDK dhe listës serbe, gjithsesi ndërmarrje përbashkët e planifikuar qysh në marrëveshjen e Rashkës, për shkak se as Zajednica, as demarkacioni i kufirit e as të tjera të ngjajshme nuk janë të rastësishme, por janë të paraplanifikuara bashkë me partnerë tjerë të koalicionit, pra PDK-ja dhe LDK-ja janë dakorduar me listën serbe për këto ndërmarrje të tyre të përbashkëta kundër sovranitetit. Selimi në emisionin Fakt Plus ka folur edhe për vizitën e tij në Francë. Ai ka shpjeguar se pse nuk është arrestuar nga autoritetet derisa gjendet në listën e njëjtë me liderin e AK-s Ramush Haradinaj. Nuk e di sa i kanë të konfirmuar apo jo ata se kush është në listën e Interpolit apo kush nuk është në listën e Interpolit, kush kërkohet nga Serbia, kush nuk kërkohet nga Serbia. Duket që në mënyrë abuzive po përdoren këto ndoshta edhe për efekte mediatike, po për te efekte mediatike edhe për efekte politike. Selimi ka fajsuar qeverinë e Kosovës për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Ai thotë se qeveria nuk ka ndarë buxhet të mjaftueshëm shtesë e as nuk ka bërë hapa pozitiv drejt këtij procesi.